A ka ndonjë moment kur pendimi nuk pranohet më? Janë dy momente kur pendimi teubja nuk pranohet më te Allahu Azza wa Jall. E para, në momentin kur shpirti më është duke dalur, pra gargaren e fundit. Pra shpirti është duke ka arritur në fyt, në kokër të fytit dhe është duke dalur, Allahu Azza wa Jall më nuk e pranon pendimin e atyre njerëzve. Andaj edhe Firaunit, kur e pa momentin e vdekjes, për shkak se pse nuk e pranon Allahu Azza wa Jall më këtu, pse atëherë më i bëhet e qartë këtij për ku e ka vendin. Atëherë këtij i shef, i largohet ajo gajbi, ajo e padukshme, të cilën nuk e kemi parë tashmë, i sheh melekët të cilët vinë për me ardh, me marr shpirtin, melekët e mëshirës apo melekët e dënimit. Pra kur të vjen momentin e fundit, Allahu shpirti momentin e fundit, pra nga garën e fundit, nuk e pranon Allahu Azza wa Jall pendimin. As Firauni nuk e pranoi. Kur e pa ju pendu, ama Allahu Azza wa Jall nuk ja pranoi më pendimin. Për shkak se Allahu Azza wa Jall thot Kur'an: "Wa laysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'at." Nuk është pendimi që pranohet për ata të cilët bëjnë thot vepra të këqija, të shëmtuara, derisa atyre ndonjërit prej tyre t'i vjen thot vdekja. Qala inni tubtu al-an. E tash thot po pendohem. E tash ti po pendohesh, mirë po Allahu Azza wa Jall nuk ta pranon. Dhe e dyta, kur dielli, na ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se për shenjave të kiametit është se dielli para kiametit do të lindë prega perëndimi. E kur të lindë dielli prega perëndimi, Allahu Azza wa Jall nuk e pranon teuben, pendimin e askujt. Allahu na ruaj, andaj të pendohemi sa i kemi mundësit, jemi ende gjallë dhe ende nuk ka lind dielli nga perëndimi.